Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj vendimit të gjykatës së posaçme për sekuestrimin e pasurive të personave të përfshirë në dosjen hetimore që lidhet me tendera në Aksh. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar, ai vuri në dukje se një nga emrat kryesor të çështjes, Ergys Agaçi, vijon të jetë i lirë pavarësisht hetimeve dhe shpadhjes në kërkim. Se këtu s'kan fut fabrikën e duhanit të blerë për ti e shumë gjëra tjera i kanë kursyer. Ergys Agaçi, i cili me datën 19 prill shëtiste i shoqëruar nga 2 makina policie, jo nga një. Dhe pasuritë e tij konfiskohen 3-4 muaj. Ky vet 3-4 muaj pasi është shpall në kërkim. Berisha lexoi edhe pasuritë që janë sekuestruar ish drejtoreshës së Akshit, Mirlinda Karçanaj. Sipas hetimit parapraksës është përfundimtar, rezulton se Mirlinda apo prestenomi i lindës së Surrelit ka apartament në rrugën Dervishima, ka Titet, ka apartament, ka pasurin në rrugën e Kavajs, 73 metër katror tjetër apartament, ka në Qerret vil, një tjetër s'po e gjenë se kujt është ajo e palasit, ka dhe një ullishte, 1500 metër katror, ka dhe autovetur, se nuk ishte as vetur, thoshte Rama, ishte gjora jo. Ka autovetur, po këte duket e ka dhurur Rama, e ka dhurat nga Rama këte autovetur, prandaj s'ka e qunë, në shkuetit da që s'ka. Pra, modeli Tiguan ka llogari bankare në BKT, dhe një seri llogarish bankare në OTP Bank. Kjo është o dashur pensionist, o dashur qytetar e varfra e Edi Ramës, e gjora. Në fjalën e tij, Sali Berisha u ndal edhe te procesi i integrimit evropian, duke theksuar se Partia Demokratike mbështet një integrim të bazuar në merit dhe standard. Shqiptarët dhe unë i bëj thirrje Komisionit Evropian të vendosë si kusht bashkëpunimin e Shqipërisë me Prokurorinë Publike Europiane, si një kusht i domosdoshëm për transparencën e përdorimit të parave të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Unë e di se ajo prokurori funksionon për vendet anëtare, por mendoj se në rastet të tilla ku prokuroria e vendit bllokohet, është e domosdoshme që të paktën për fondet e Bashkimit Evropian, Shqipëria të jetë detyruar të ketë për t'i dhënë akses të plot Prokurorisë Publike Europiane. Berisha ngriti gjithashtu shqetësimin për mungesën e hetimeve të thelluara në disa çështje të mëparshme, duke theksuar nevojën për transparencë dhe përgjegjësi më të madhe nga institucionet shqiptare. Në fund, ai paralajmëroi vimin e aksionit opozitar, ndërsa mbetet ende e paqartë data e protestës së radhës kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama.